ruajuni nga dhën. Çka është dhën që ka në hadith? Ne më ta përkthejmë para gjykim ose hamendësi, diçka që nuk ka bazë. Dhën janë mendimet që dikush i ka karshi dikujt, por janë dyshime të pabazume. Menon për diçka që ky njeri s'ka bo mirë, s'është njeri mirë, ka bo keq. Menon për ta, dhe këtë mendim nuk e ka të ndërtuar në dyshim të bazuar. E lëre më në argumente të qarta. Mirë, po me hamendësi, me thashë thëme, krijon një mendim për të. E ka thonë pejgamberi sa kush çështu bën, të dinë që kjo është akdhabul hadith. Akdhabul hadith të ndërrozën e ka kuptimin, domthonë është fjala më e pavërtetë, është rrana më e madhe që kjo. Çka në kupton që? Dietarët kanë përmendur disa komente lidhur me këtë pjesë të hadithit, kanë thonë se mendimi i ndërtuar në hamendësi, e në dyshime, në paragjykim ndaj dikujt, ç'është më fol fjalë më të pavërteta. Do që hil lidhje s'kan ç'më më fol me to. Andaj njëri bjen në ato që është gënjeshtër. Ose për shembull, njëri ka domthon çytje të brendshme, ato më të këqijat janë çeto që ti mendon për dikën keq.